Biznesi është sa për të pirë kafen time, se nuk ka biznes këtu. Këtë doja të pyesja. Një biznes në Kuq. Ja del, ja vlen? Një biznes, për këta që kanë biznese më të mëdhenja dhe mund t'ja vlej. Kurse unë këtu nuk ja vlej, zbres jam pensionist të pij kafen time. Blejnë banor të Kuqit? Apo ekonomia ndikon që ata të blejnë pak? Po të blejnë pak se ashtu i kanë të ardhurat. Shumë pak të i kanë. Ka ndikuar kjo largimi kompostisë jote? Shumë. Ka ndryshim 100%. Nga vjetë si vjetë, le më vitet e para, ka shumë rëndje. Ti kur e ke hapë si biznes? Unë kam 28 vjetë. 28 vjetë. Për shumë, ma përshuan do sa gjiro ke bërë më parë dhe sa bëndani? Po, statistika të sakta nuk kemi mbajtur. Po, kemi punuar dhe me mishra dhe me gjitha tani nuk punojmë do të asë me njës. Nuk ka fare lëvizje. Quhet i mbyllur. Furnizimin ju vjen nga Vlora? Nga Vlora. Nga Vlora. E marrim. Furnizim një herë në 5 muaj. Po e sjellin, japim listën me telefon tani, ka mënyra komunikimi përderisa u bë rruga, ka zgjidhje shumë të mira tani, po nuk ka njerëz që punosh. Pra është e vonuar gjithë. Është shumë e vonuar. Popullsia ka ikur. Ka ngelur vetëm pensionistët këtu me na 2 veta, 3 veta për familje. Rrezikoni që themi për pak vite që mund ta mbyllim biznesin? Po. Mund të rrezikohet edhe tjerët se kjo sa vjen bëhet më keq, nuk bëhet më mirë. Po punëtor, nëse do të kishe nevojë të gjeje do? Këtu s'gjen një punëtor krau të gërmosh, një diçka. Kisha nevojë që të gjeja një punëtor, edhe nuk gjeta një njeri, u detyrova e bëj vetë për 1 javë 10 ditë. Rinia këtu? Rinia është 0. Ka ikur rinia. S'ka rini këtu. Po ku do shkoj kjo situatë? Kjo situatë drejt shteteve të botës. Kur mbyllësh biznesin, mendon se mund ta vazhdojnë familjet apo niprin besat? Unë familjet nuk mendojnë po të vinë as të më takojnë mua. Ku do vjen këtu? Që ta vazhdojnë familjet. Çfarë biznesi do vazhdojnë këtu? Me këtë e vazhdojnë biznesin. Biznesi bëhet me njerëz, nuk bëhet. Do t'japim mbështetje shteti? Shteti po të kishë mbështetje, do ktheheshin dhe të rit. Ti s'ke marrë asnjë mbështetje, asnjë për biznes? Deri më sot jo. Po çfarë kërkon, çfarë do doje si mbështetje? Çfarë do ishte mirë për ju? Tani unë jam një pensionist, nuk kam më as për mbështetje. Deri më sot nuk mbështeti shteti që isha në 4 rrugë, isha në udhgri. Tani jam një pensionist, jo se marr në pension, pensioni është qesharak fare. Ke shpresë do bëhet më mirë? Ta mbyll? Jo, nuk kam shpresë. Me këta politikanë që janë nuk kam shpresë fare. Se janë të tërë një lloj politikanët të majtë e dethur. Kam qenë i zhgënjer.